Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salavat e selamet që dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Dhe sonte me lejen e Allahut azza wa jall kemi përzgjedhur një temë e cila ka të bëjë me madhrimin e Allahut azza wa jall. Tema e cila quhet si e madhëruan Allahun sahabët, dietarët dhe si e madhërojmë ne sot. Nuk ka dyshim se madhrimi i Allahut azza wa jall është baza e imanit dhe burimi i çdo adhurimi të sinqert. Nëse don mu koni sinqert, domethënë duhet me madhru Allahun azza wa jall. Kur zemra e nje madhështinë e Allahut azza wa jall, ajo përkulet me përullësi dhe nuk guxon ta kundërshtoj Allahun azza wa jall. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Wama qadarullaha haqqa qadrihi", ata nuk e kanë vlerësuar siç duhet fuqinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Suratul Zumar, ajeti 67. Pra ky ajet flet për ata që nuk e vlerësuan Allahun subhanahu wa ta'ala ashtu siç duhet. Dhe ta shtojmë shqyr Zotit, po nuk është kështu. Nuk ka vetëm me thonë shqyr Zotit, jo. Nuk dojmë vetëm me lujt venin. Mirë po, nëse thojmë na për madhrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, atëherë duhet me madhru ashtu sikur që shlyp Allah subhanahu wa ta'ala. Që ka madhru sahabët, do ta shohim se si ka madhru Ebu Bekri, Omeri, si kanë madhru ata Allahun azza wa jall, edhe dietarët e Ahlus Sunnetit si e kanë madhru. Si e madhruan sahabët Allah subhanahu wa ta'ala? Sahabët ishin njerëz interesant. Do me thonë, për tyre ishin devijim njëherë. Islamin, ata ju kanë nështru tamam Allahut azza wa jall. Këshire vetëm, në jetin alkoholit, kur ka zbrit alkoholi, çka ka thënë? Intehejna rabbuna intehejna. I dhanë fund, o Zot, i dhanë fund. Nuk thënë, ti pimbe dhe qëto gotat, ta pimbe se kena dhe stok aty kena bagi. Mirë po, e kanë lënë, minjerë e kanë derdh, edhe ato që e kanë pas, edhe ato e kanë derdh, edhe gota që i kanë pas në dorë, minjerë e kanë lënë. Shembulli tjetër, pejgamberi Alisena kishte pa njonit një nas dukatit në dorë, edhe ka këshidhu pejgamberi Alisena, ka marrë ka gjujt. Njoni tha, po merë me përfito për asaj unazës, ma dërë me shesi, përfito, jo ka thëmë si ma kanë dalu pejgamberi Alisena, ka u kry puna. Jo me thëmë Allah unë njerë ta boj që to, jo. E ne jemi ata që thëmë, se s'prish pun Zotit, rahmetin e ka të madh, mirë po rahmetin e ka të madh, mirë po dhe dënimin e ka të madh. Nuk është dënimi Allahut azza wa jall sikur që shmenojmë na kështu, jo. Ja peshe një tërmet peqëm, edhe të madhin, edhe të voglin, edhe ati badetësin, edhe ai që po fal namaz, edhe ai që po bën gjuna, edhe fëmija, edhe foshnja, edhe krejt për përfshin me dënim. Pastaj, rinjallën ata si pas një jeti. Ti e koni mirë, inshallah ti kish përblim. Ti e koni keq, ti je ndëshku. E ke marrë dënimin. Ka dënu Allahu azza wa jall në dynja. Pastaj edhe në ahiret, inshallah, dënon Allahu azza wa jall. Mirë po ti e ke marrë dënimin. Ai që koni mirë, ai e ka fiton shpërblim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Sahabët ishin njerëz që e kishin të gjallë ndjenjen e madhështisë Allahut azza wa jall në çdo frimarje. Në çdo frimarje ata e kishin domethënë madhrimin e Allahut azza wa jall. Ata nuk e shihnin fen si rregulla të thata. Jo, libër po shkruan. Jo, minjerë e kanë praktiku. Sahabia që kena fol për to, çka ka bo? Kur e kanë dëgjuar jetën kuranor ka ik. Ka thënë unë e kom ngrit zonin para zonit pejgamberit Alisa, unë jam prej banorëve të xhenemit.
Ka thënë pejgamberi, ku o filani? Ka thënë, shkoni lypni filanin. Kanë shku e kanë, me zore kanë gjetë. Kur e kanë gjetë, ka thënë, Rasulullah po të lyp, jo, ka thënë, unë jam prej banorëve të xhenemit. Pse? Se kom ngrit zonin para zonit pejgamberit a.s. Suratul Hujurat. Jo, ka thënë pejgamberi a.s. ka thënë, ti e prej banorëve të xhenetit. A peshe dhe me thënë, se ata nuk e kanë marrë veç hajgare, dikush tallet me thënë Allahut, me se s'prish punë, Zoti është i mëshirshëm, s'bën mu tallë, edhe mjekrën me pas, deri në kërthis, edhe baba jotë mu konë, edhe nona jotë mu konë, edhe gjalli jotë mu konë, s'bën mu tallë me thënë Allahut, me argumentet Allahut s'bën mu tallë, me pejgamberin Allahut s'bën mu tallë, mirë po mi marrë dhe me thënë ato regula, Allahu Azza wa Jall thot, kur dëgjonin ata Kur'an, dridheshin, u tuqin. Omeri radiallahu anhu, thuhet kur e ka lexu suratu Tur, i ka pas 2 vija këtu. 2 vija i ka pas, dhe me thënë, prej qajturit. Sa ka qajt Omeri radiallahu anhu, thuhet, po ashtu edhe me ditë të tëra ka qenë i smur. Pse? I ka kuptu ato ajetet. Allahu Azza wa Jalla na përshkruan këto në Kur'an, suratul Maryam, thot idha tutla alejhim ayatur Rahmani kharru sujjadan wa bukiyan. Kur i lexoheshin ajetet e të gjithë mëshirshmit, binin duke bërë sejdë dhe qanin. Me thon qanin. Ka pas për shembull edhe prej dietarëve me një ajet. Hal ataka hadithul ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Hel ataka hadithul ghashiyah, nuk ka mujt me vazhdu namazin e natës. Nuk ka mujt me vazhdu, pse? Vetëm që ky ajet e ka nal. Pejgamberi a.s. vet e ka lexu namaz. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Edhe ka qajt. Ka thënë o Zot, ti nëse i dënon ata në robët e tu. Ti nëse i dënon ti ata në robët e tu, edhe ka qajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Omeri radiallahu anhu vëzër, thamë, kur lexon të Kur'an, edhe kur i lexon të ajetet e dënimit, ndale edhe qante. Qante Omeri radiallahu anhu, atë shumë që qante, edhe usmunte do më thonë prej qajturit. Ebu Bekr radiallahu anhu, pejgamberi a.s. momentin kur ka qenë i smur, ka thënë, urdhëroni Ebu Bekr me dalë me falë namazin. Aisha radiallahu anha thët, ja Rasulullah, Ebu Bekri është njeri dopt, si të lexon Kur'an qanë edhe nuk kuptohet se çka lexon. Jo që se ka pas leximin e mirë. Mirë po qanë, mini herë qanë, edhe nuk kuptohet se çka lexon. Pejgamberi a.s. thotë, urdhëroni Ebu Bekrin e dalë ta fal namazin. 2 herë, 3 herë therën e fundit thotë, ju jeni si ato gratë e Jusufit a.s. Urdhërani Abu Bekrin e delë ta fal namazin. Ema ka qajt Abu Bekri radiallahu anhu. Pra, ata kishin frik nga mëkati i vogël. Edhe mëkati i vogël nëse ka qenë, ata ja kishin frikën Allahut Azza wa Jall. Pse? Se ka konsideru si mal e kanë konsideru, do me thonë si kodër më konë para krys. Mirë po, ne sot e shojmë si pluhur. Gjëna i vogël. Jo mëse këqyrë se sa është gjëna i madh apo i vogël. Po këqyrë kujna po i bën gjëna. Kujna po ja kthen urdhrin Allahut Azza wa Jall. Dietarët si e madhrun Allahun Azza wa Jall. Pas sahabeve, dietarët janë tek ne, muslimanët. Dietarët janë njerëz më të mirë mas sahabeve. Sahabët janë burrat më të mirë të ummetit. Mas sahabeve vin dietarët. Nuk po them që ata janë patmeta, jo stakfirullah. Patmeta ka qenë pejgamberi a.s. ka qenë i mbrojtur prej gjunaheve. Mirë po, prej sahabeve dhe dietarëve tjerë, mundën njerëz me gabu. Mirë po, ne i madhrojmë edhe dietarët.